Kostoja që buxheti i shtetit duhet të paguajë me urdhër të gjykatave për të larguarit në mënyrë të padrejtë nga administrata publike në 10 vitet e fundit arrin në 20 milion dollar. Shifra është bërë publike nga Ministre e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike Milena Harito në emisionin Ekopolitik të gazetares Aurora Sulçe. Ministri Harito ka deklaruar se për të larguarit nga administrata në vitin 2014 ende nuk ka vendime nga gjykatat. Kemi një numër shumë të madh të trashëguar vendimesh gjyqësore në 10 vitet e fundit dhe një barë të shtuar shumë të madhe në buxhetin e shtetit shqiptar, ka disa vlerësime për këtë. Sa është i trashëguar? Mund të kemi ose një shifër që duhet ta përballojë buxhetin? Ka disa shifra, një nga shifrat e parashikuara ka qenë rreth 20 milion dollar në buxhet për vendimet, për aplikimet e vendimeve të gjykata, në 10.000 në punës civil. Kemi vetëm 1% të tyre të larguar me masa disiplinore dhe nuk kemi vendime gjykatash të formës prerë për personat e vitit 2014, për arsyen shumë të thjeshtë, siç e thash, shifra shumë e vogël, dhe nëse ka ankimime, nuk ka vendime të formës prerë, sepse këto vendime kërkojnë më shumë se një vit. Por si po veprohet me të larguarit që kanë fituar në gjykat të drejtën për të rikthyer në administratën publike? Në 760 pozicionet e hapura, nëse për disa prej tyre kemi persona me vendime gjykate të formës prerë, Departamenti i Administratës Publike ka detyrimin që të vendosi përpara këta persona dhe pastaj të hapi pozicione. Kemi raste të tilla apo deri më tani s'ka vendime gjyqësore? Sapo ka filluar, jo, janë vendimet gjyqësore të së kaluarës dhe kemi një numër kthimesh mbi 400 emërime të bëra gjatë vitit 2014, 6.6% e tyre janë kthime në punë në vendimet gjykatave. Ministri Harito ka informuar edhe lidhur me konkurset që po zhvillohen për 760 vendet vakante në administratën publike. Ajo ka deklaruar se ky proces është transparent dhe po synohet krijimi një modeli të ri për administratën publike.